Ekspozita Olbania shënoi mbylljen e vitit 2025 për Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. Përmes fotove tregohet historia ndërthurur mes Shqipërisë dhe Italisë, nga emigrimet, ndikimet mediatike dhe qarkullimi i vazhdueshëm kulturor. Arti lidhet pikërisht me këtë, lirinë. Është dhënie ku mund të tradhtosh gjithçka, piles edhe vetë idetë tua. Për te i vlerës shumë të bukur dhe cilësisë shumë të lartë të punës, mendoj se është interesante edhe njëherë të gjejmë këtë marrëdhënie të ngushtë, këtë vështrim të kryqëzuar dhe këtë dëshirë për të komunikuar mes Italisë dhe Shqipërisë në planin artistik. Olbania në të vërtet është një Shqipëri tjetër, është një Shqipëri që populli i internetit e ka shpikur në një periudhë shumë interesante, një periudhë tranzicionit teknologjik mes viteve 2009 dhe 2010. I konceptuar në vitin 2009 gjatë Bienales së tretë të Tiranës, projekti merr emrin nga një keqshkrim i përhapur në forumet e fillimviteve 2000, i cili u shndërrua në një territor fiktiv online të ngarkuar me stereotipe dhe mitologji ballkanike.